Një skandal me përmasa ndërkombëtare ka tronditur Shqipërinë, pasi është zbuluar se një rrjet i gjerë call centerash mashtruese që operonin nga Tirana kanë zhvatur rreth 50 milionë euro nga qytetar austriak përgjatë periudhës qershor 2023, korrik 2024. Por ajo që bën këtë çështje edhe më të rëndë është pengimi i hetimeve nga brenda sistemit, nga persona që kanë lidhje të forta me mazhorancën dhe pikërisht bashkëshortja të Alan Ballës dhe vëllai Erion Veliajt. Sipas dokumenteve zyrtare dhe vendimit të gjykatës, kompania One Albania ka refuzuar të bashkëpunojë me policinë dhe prokurorinë për të identifikuar përdoruesit e IP-ve nga ku operonin 3 baza të dyshuara kriminale. Ndërkohë që operatorë të tjerë celular në vend kanë dorëzuar pa hezitim të dhënat e kërkuara, One Albania ka pretenduar se IP-t janë publike dhe që nuk kishte kapacitete teknike për identifikimin e përdoruesve. Ky qëndrim ka ngritur pikpyetje të forta pasi në praktik identifikimi i përdoruesve përmes IP-ve është një procedurë standarde në hetimet penale. Policia shqiptare u detyrua të dërgojë 3 shkresa zyrtare ndaj kompanisë, duke i kujtuar edhe përgjegjësinë penale për mosbashkëpunimin. Megjithatë, përgjigjja u vonua në muaj të tërë, kohë gjatë së cilës rrjeti kriminal vijon aktivitetin dhe viktimat shtoheshin. Në qendër të këtij skandali del një emër i rëndësishëm, Iris Pekmezi, e cila është drejtore e Departamentit Ligjor të Privatësisë së të dhënave në One Telecommunication që prej vitit 2019. Ajo është bashkëshortja e Alan Ballës, kreu i grupit parlamentar të Partisë Socialiste. Pekmezi drejton departamentin që vendos mbi dhënien ose jo të dhënave për autoritet dhe sipas mediave nuk paguhet pak, por rreth 10.000 euro në muaj. Por tashmë pasi SPA ka goditur këtë rrjet, i cili sipas të dhënave ka qenë një operacion i dekonspiruar, pyetja që lind është, a do të vijojë SPA goditjen dhe për ata që penguan hetimin duke rritur dëmin e shkaktuar, ose thënë më qartë, vjedhjen e miliona eurove të qytetarëve europian? Gjasat janë që jo, ashtu siç gjasat kanë qenë që ky skandal të mbahet i fshehtë me gjithë arsenalin e lekëve që kompania One ka shpërndarë në media. E pikërisht këtu hyn në lojë Arbi Veliaj, vëllai i Erion Veliajt, i cili administron marrëdhënien me publikun dhe marketingun e kësaj kompanie telefonike. Por kjo nuk është e vetmja marrëdhënie që lidhet me vëllain e kryebashkiakut të zgjedhur të Tiranës, i cili ndodhet në burg. Burimet pranë organit special të akuzës thonë se SPA po heton marrëdhëniet mes kompanisë One Communication dhe Google, e cila drejtohet nga Arbi Veliaj. Në qendër të hetimeve janë dyshimet për favorizime apo ushtrim të ndikimit të palishëm nga ana Veliajt për të siguruar kontrata. Sipas dokumenteve hetimore, kompania One paguan Arbi Veliajn për marketing dhe promovim, ndërkohë që fitonte tendera pa garë në Bashkinë e Tiranës, e drejtuar nga vëllai i madh i familjes Veliaj. SPA ka zbuluar se një kompani sigurimi dhe One Communication kanë pasur marrëdhënie kontraktuale me Google në vlerë prej 5 milionë eurosh. Nga hetimi rezulton se klienti kryesor i Google SHPK është shoqëria One Albania me një total shitjesh prej 551.639.924 lekë të reja, thuhet në vendimin e gjykatës për caktimin e masës së sigurisë arrest me burg për Erion Veliaj. Një tjetër aspekt i hetimit lidhet me transfertat financiare që kompania Google ka bërë drejt subjekteve të lidhura me Ajola Xoxhën. Sipas të dhënave të SPA-kut, kompania Partner L ka përfituar 100.000 euro për shërbime të dyshuara si fiktive. Qendra Byla ka marrë 20.000 euro, ndërsa një studio në pronësi të nënës së Xoxhës ka përfituar 74.000 euro. Në total bëhet fjalë për 200.000 euro të transferuara nga Google për Ajola Xoxhën. E në këto kushte lind dyshimi arsyeshëm për mbështetjen që Taulant Balla i ka dhënë Erion Veliaj ndër vite, qoftë publike, qoftë edhe nën rrogoz, e që me dashje apo pa dashje kanë favorizuar dhe vjedhjen nga call centerat. Hetimet e përbashkëta mes autoriteteve shqiptare dhe atyre austriake kanë zbuluar një rrjet të sofistikuar call centerash që operonin përmes kompanive të dyshuara si Jota Network, Victory Communication, Esparion Studion, Zeta Studion, Upstream Creative dhe Copa Network. Autoritetet austriake përdoren teknologjinë MC Catcher për të lokalizuar personat e përfshirë në mashtrim, ndërsa gjurmimi i adresave IP ndihmojnë në identifikimin e bazave operative në terren. Mashtrimet dyshohen se janë kryer gjatë periudhës qershor 2023 korrik 2024 përmes reklamave online që përdorin figura publike për të njohur viktimat. Fitimet më pas kanalizoheshin përmes kriptovalutave. Në kuadër të këtij operacioni, disa persona janë vënë në pranga, ndërsa të tjerë janë shpallur në kërkim. Mes të arrestuarve janë emra si Matteo Hoxha dhe Teddy Agastra, të cilët dyshohet se kanë përfituar miliona dollar nga kjo skem. Ndërkohë, hetimet vijojnë për të zbardhur plotësisht rrjetin dhe përgjegjësitë individuale, ndërsa roli i institucioneve dhe kompanive private mbetet në fokus të drejtësisë.